Nuk ka ditë që lexon raportin e policisë që nuk ke dhunim, jo vetëm të vajzave, po të djemve. Domethënë janë të ndodhë dhunime të ndryshme dhe ka faktorë të shumë. Pse institucionet s'po vinë me kallëzu kush po e trajton rastin mirë, kush po dështon, e kujt është përgjegjësia, e kujt është mbikëqyrja? Për mua është shumë ma letë sot në folë për këti pozicionit, mirë po unë jam ai personi njëti i cili edhe kur kom qenë në institucioni, kom përgjegjë secilës ftesë, të secilët emision, secilët debat edhe juve, edhe tash edhe kur nuk jam në institucion, edhe pse përgjegjësia edhe morale dhe profesionale nuk bën asnjëherë ndaj një veprimi të cilën e kemi kryer në një periudhë të caktuar kohore, mirë po mendoj që nuk ka arsye që mos të vinë në institucionet për shkak se kultura e debatit, kultura e trajtimit të çështjeve që janë të rëndësishme, të miturve, dhunimit, dhunës familje, përdorimit substancave narkotike, këto defekte të cilat e kemi në shoqërinë tonë, në qoftë se nuk debatohen, atëherë ato nuk gjejnë edhe zgjidhje. Ne nuk mund të fajsojmë, ose në qoftë se gjejmë dikon një fajtor për një rast, na nuk do ta vrasëm ose nuk do ta dënojmë përjetësisht, mirë po ideja është që qysh me mësu edhe prej gabimeve tona në trajtimin e rasteve të ndryshme. Unë mendoj që gjitha institucionet kanë gabime, gjitha institucionet përfshi edhe na që kemi qenë institucione dhe ata të cilët janë sot edhe ata të cilët do të vinë nesër, pikërisht për shkak që ne nuk po trasojmë diçka të mirëfillt. Kjo çka po ndodh, pesha në shumë shtete, po trajtohen temat hapun, në mënyrë transparente, edhe po vinë pastaj edhe mendimet prej të tjerëve, prej ekspertëve, prej njerëzve të çështjes, prej aktorëve të cilët kanë njohuri dhe po na japin informacione të ndryshme. Ne jemi një shoqëri, e dalim prej luftës, e cila për fat keq kemi kaluar shumë më mirë vitet e para pas luftës se sa po kalojmë sot. Nuk ka ditë që lexon raportin e policisë që nuk ke dhunim, jo vetëm të vajzave, po të djemve. Domethënë janë të ndodhë dhunime të ndryshme dhe ka faktorë të shumë.